Armando Broja mendon se Shqipëria mund të shmangte humbjen sot nëse do të shmangte gabimet që u bën te golat, e dinim që do të ishte e vështirë. Anglia është një nivel shumë i lartë. E dim që kanë shumë cilësi, por çdo gjë ishte e mundur dhe kishim disa mundësi për gol. E dinim që do ishte e vështirë se Anglia ka cilësi shumë të madhe dhe kur lodhet ndonjë lojtar futet një tjetër me cilësi dhe e dinim që ishte e vështirë. Ekipi ishte mirë. Kishim mundësi të mos hanim ato gola se për mendimin tim nuk ishin shumë gola të bukur. Njëri ishte pasim pas shpine, pastaj tjetri krosim në shtyllë të dytë dhe e preku mirë sulmuesi. Por këto gjëra mund t'i përmirësojmë e mund të shkojmë në një nivel më të lartë, tha Broja. Në lidhje me formën e tij fizike, sulmuesi i Evertonit u shpreh: "U ktheva nga një dëmtim i gjallë. Ka qenë e vështirë dhe isha i fokusuar te kthimi dhe te trupi im. Sot më ka pëlqyer se si reagoi trupi dhe si shkoi loja. Kisha edhe unë shanse për veten. Edhe një ditë tjetër mund të kisha shfrytëzuar shanset. Mund të shënoja e të kthenim ndeshjen se patëm 2 mundësi në fund. Por janë disa gjëra të vogla që mund të shfrytëzojmë. Kombëtarja më ka munguar shumë. Siç e thash, para Europianit më pëlqen shumë të luaj me kombëtaren. Më pëlqejnë shumë tifozët që ishin të mrekullueshëm. Na dhan kuraj e ishin shumë të mirë sot. Jam shumë i kënaqur që u ktheva me ekipin dhe shpresoj të rikuperoj tamam dhe të vazhdoj pa dëmtime e të kënaqem me futboll."